Tiranë dhe fshatari tu është në 700 lekë. Kjo është stadion. Ulja e çmimit të shitjes së prodhimeve bujqësore është bërë shkak që fermerët e bashkive Roskovec dhe Dimal të protestonin këtë të hënë. Teksa hodhën në rrugë arka plot me domate dhe kastravec, fermerët thonë se pikat e grumbullimit e ulin çmimin disa herë gjatë javës, ndërsa në fund të sezonit të shitjes nuk arrin të mbulojnë dot as kostot e prodhimit. Kur shkojmë në pikat e grumbullimit, përballemi me padrejtësi të mëdha. Sot në marrin prodhimi me 120 lekë kilogramit, kurse nesër e ulin pa asnjë paralajmërim në 700 lekë, pas nesër në 400 lekë. Nuk ka asnjë njoftim, asnjë tabel, asnjë standard. Gjithë damesh, po punojmë me humbje tani. Në Tiranë tomaten e sot e ke 2000 lekë kilën. Installatori na 1000 lekë e çon 200 lekë. Tani me 200 lekë ne nuk marrim dot as lekë që kemi hedhur. Ne nuk kemi asnjë lloj interesi të mbjellim me. Fermerët thonë se domatja dhe kastraveci po shiten nën kosto, ndërsa kërkojnë nga Ministria e Bujqësisë ndërhyrje me mekanizma rregullator për balancimin e çmimit në treg. Kërkojmë nga shteti që mos na lënë në mëshirë të fatit. Kërkojmë që të vendoset një rregull, një kontroll, një institucion që monitorojë çmimet dhe të vendosin tabelë të qartë në fillim të çdo jave. Ne nuk kërkojmë favore, por drejtësi, ashtu siç ndodh në vendet e tjera europiane. Dhe këtu duhet të ketë një standard të ndershëm për prodhimet tona. Po normal shtetit. Të kontrollojnë pikat e grumbullimit, të kontrollojnë edhe fermerët. Të gjithë. Të ketë një rregull, tu s'ka asnjë standardi. Veç kostos së prodhimit, fermerët thonë se kanë kryer investime të mëdha edhe në sera, ndërsa pohojnë se rrezikojnë të falimentojnë.